Sa vjet i mbushi? 37. Ku ishe veten pas një viti? Nuk kam mendu, aty ku e kërkon nevoja ndoshta. Pse i mban syzat? Të shoh më mirë. Sa para i ke blejt? Dikun tash s'm kujtohet 9.000 apo 10.000 denara ashtu diçka. Cilat brende i preferon? Këto janë tos, mirë po edhe Ray-Bani është i mirë, po edhe një do syzat me Mustang. Janë të mira. Sa para i ke në konto? Ndoshta gjysë e rrogës kam bet, ndoshta se më pak. A u shfalc politika? Jo çdo herë. A kena shumë difitirësha në politik? Po, kemi. Alia Meti u dha këtë post shkaku i pamjes suaj fizike apo inteligjencës profesionale? Jo, ndoshta meritokracia, merita, ja s'kisha thamë pamja fizike asnjëherë. Femrat a duhet me ta pas frikën? Jo. A guxon me esha gazetari? Jo. A do kishe shit teshat nëse do ngelje pa para? Zbesoj, teshat, garderobat i kam picked up, zbesoj. A je xhelos? Po. Për hatër të gruas, a do i shtoj edhe 20 kg? Bash 20 zbesoj, po, ndoshta. A ke tentu të vrasësh ndonjëherë dikënd? Jo. Çfarë parfemi përdor? Boss klasikin e kam pak kështu pik të veçantë, kam dopt. Pse nuk paguan taksën rrugore? Kushta që s'paguj? A ke shpesh probleme me policinë? Jo, jam i urtë në drejtim. Po dhe i kam miq të policë. A është e nevojshme bukuria? Po jo çdo herë, mirësia të bën të bukur. Komplimenti më i mirë që ke pranu? Ke shpirt artistik dhe je fotogjenik. E ti pse je kaq fotogjenik? Dhuratë e Zotit? A je tradhtar? Jo. Unë kam dëgjuar se je tradhtar. Gabim. Dhe a e ke tradhtuar ndonjëherë gruan? Gruan e tradhtoj ndoshta çdo ditë më kur i puth vajzat e mia, 3 vajzat e mia, më kur i puth, ajo është ndoshta tradhtie vetëm që i bëj shoqës time.